sa zrazion tek biri saj, kur I djellon në buz, kur I beson në fjal. Këtë fmi qërem në ullë të jetës në supë si zot, e dua unë të amaj. Se kur I puth syrin e bukur, më njanë se puth një qelë në maj, Nisu pravir nga sufi, mu në tërgoj nga fërbim, Ti thua shtjelit mirë më gjes, dalë së lumit po të pres, Ti thua shtitve që do tim, zëmën e rita, o të Shqipëri. Ma jem një fjall me dashuri, dhe unë do të t'jap një fjell me trotësi. Se fjalla bëhet kënga, I kënga bëhet fram për dashuri. Ma jem një fjall me dashuri, dhe unë do të t'jap një fjell me trotësi. Se fjalla bëhet kënga bëhet fram për dashuri. Ndaj emri nën dhe emri pir bëne të ty, të rendim bashk si dy lumej, më kalërsi. Që nga mirë, ta marr pak telefon se ndoshta nuk I del gjumë. Ç'të bëj pa grua në shtëpi? Alo? Ha ble të qove? Mirë. Për drek bli çfarë duash. Lupash. Si e kalove dje? Isha me ju. Me ne? Erdha ju pash nga liqeni. Vërtet? Po pse s'na takove? Ku diun se si më duk, sikur do t'ju janë mes. Si flet kështu? Po nuk është kaq e lehtë bujar. Natyrisht, po atë ky ngurim ka gjë madh. Po mirë, për ty do t'jem shoqe, grua. Po për Bledin. Për të ta mendosh veten si nën. Mirë, do t'arrit ta kuptoj ai këtë gjë. Bledi është djalë zgjuar. Kjo nuk mjafton që ai të më doj. Mos harro Zana, ne kemi shumë nevojë për ty. Sa të zonjat janë, me njeri odhën këthetër. Jo, po do rrisi puna jote. Unë për vete, më mirë të mbetem pa martuar se të bëhem njerk. Jo e ke gabim? Për ndër ti bësh një njerk ideale. O më bëfsh, kurban, më bëfsh. Nise. Të që të lutë me jepive një akullore. Ke ngrënë shumë mërçun, s'muresh. Edhe këtë. Ledi, erdhe Morxhan? Çfarë do të marrësh? 2 racione punë me pilaf dhe një shishe birë. Birë? Për babin e për mua. Ajo është e idhur. Shko mere vetë në banar. 2 racione punë me pilaf. Gra! Mos disni! Po pse moj Sanie? Hajde. Pa që janë burrat. Ju nuk e kishit njohur se që grua ishte ajo. Dhe ai e haroj. Cili? Po kush moj? Kuna
Tjati I Didit. I përgjej se son. Baba I Bledit? Djali nuk e njoh. Tjatin po. E në pleksi me një infermiere të uzinës. Do martohet. E po, nuk I dilet vetëm jetës. Njeriu ka nevojë për një shok. Lere moj shokun ti. Shtëpia ka nevojë për punë. Kush do t'i bëj? Ai apo djali? Ç'te ka burri moj motor? Hiç gjë. Moj martesa të tilla kanë ndodhur edhe do të ndodhin, po qëllof njeri I mirë thuaj. Ai u marros pasaj. Lere. I vuri ferrën djalit. E bëri me njerk. Po ç'na bëre më Sanie? Bledi. Ka nevojë për punë. Kush do t'i bëj? Ai apo djali? Vetë po I shkun këto? Po laj se I bënde t'i bujari. Po kështu të lodhesh më Bledi. Pse s'me raketën? Që janë këto Bledi? Këtu më maste mami mua. Ja se kam qenë gjatë 3 vjeç, 4 vjeç, 5 vjeç. To mami tonë qenë kanë këto? Bledi, ha qdo, po babi jo do të martohet? Edhe ti jo, sa je pra po deshe? Po prit më Bledi, mos me shty, unë e dëgjova, nuk e shpika vetë. Hajde pyesim po desha. Po kjo nuk është e vërtet. Unë mamin dëgjova se do të martoj me një infermier që punon në uzinë. Ashtu? Këto do t'ja thuar babit tim, dhe ke për të parë që nuk janë të vërteta. O Bledi, unë të kam shok, po mua nuk më duan këto. E haja të shkojmë te babi. Cuna, dilni jasë, është ndaluar. Po tuan babin e Bledit ne. Priteni jasë, s'kemi nget ju bjendojnë të cikëllën zetë. Ikni. Ajo do t'jetë. Krem. Po kjo? Kush ishte? Po që t'ishën kalemajt këto? Njeri më duket se ishte Bledi. Ashtu? Që fëmijë zëvzek. Këta nuk duhet përgdhilur me motor. Këta duan... Su t'i kishte të egën. Flokët t'i kishte kështu. E, po si pra.
Pa e kishte flokët e mbledhura. Kush e pa, ti apo unë? Bledi? Babi! Po jam më Bledi. Përnder ty s'ka kush. Tani me sigurisë do në lesh shkeli me këpucë. Dava dhe zomën. Të lëmt, punëtori i babit. Këshiva dhe gjamat, babi. Gjamat? Po kush tha për gjamat, apo të biesh? Jo, nuk bijem. Të gjitha punët i bëjve. Vetëm njërë do mos më zidh. Po kush tha ty që do sill njerëk? Se t'i gjova vetë të gjendore. Ato të ta të vajtë që shtëpia ka punë. Mos i beso. Po të gjithë unë, babi. Po ti si u the? Unë asgjë, vetëm njërë dua. Dëgjoj Bledi. Mos u dëshpëro. Ne të gjitha do të bisedojmë bashkë. Mirë. Do lahesh sërsi? Hajde. Laj duart mirë gjani babit. Bledi? Çfarë ke? Po në thashin? Por ti pas këtë nëzet? Me siguri ke ngrënë shumë akullore. Po ti që ktheve? Nuk të erdhi? Dojmos, nuk e ka lënë djali. Mama, të lutem shumë Lore këtë bisedë. E po, këto ka kjo mater si kërkon të pështi. Po Lore tani? Po një vajzë të vetë me kam. Desha dhe unë ta martoj si gjithë bota, të gëzohesha. Kurse kjo, o atë, ora shepdiqja. Mama. E di se do të më të mësh. E dua, më do, e bëj për bujarit. Mama. Shko me në telefon se ka marrë një tretë. Vërtet? Alo? Zona. Nuk dole do të se kam Bledi me temperaturë. Papa e vizitovë. Më dhanë antibiotik. Pas ka djallin smunë.
Nuk do vanohem, miru pafsh. Mirë thonë, kur s'jet mledh. Se mërzit e shkaj shumë, mama. Thonë se është djali mirë. Që mirë. A i tërë jetën do t'jeti ndërndysh. Që tani ka frikë ti marrë le djalit. Pa ti në ku kupton se vitet bëjnë të veta. Sa do të presim? Shëkjet e sa i kam fëmijët e krau. Ti, mama, gjithmoni s'ma dhonë gjërat. Bësh merak për ca ceremoni që... E si mund të doj një tjetër kaq kollaja i ziu? Dhe vëndje ta filloj me fustane në sëris, e nis me bluzat mish. Ke pak temperaturë, po me gjilpërën që do të bëj, do të shërohesh. Apo ke frikë? Ja, më që frikë, kësh bordën. Ktheu gjën. Se mos na qash, e? Ja. Të dhe mbi? Ja. Teta Zana pas ka dorë të letë. Hajtë të qojë babit fleshtën. Hajtë. Baba. Mosik. Je, u bëvon. Të përcjellë. Jo se më strembet bleti. Natë në mirë. Natë në mirë.
Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Si të bë djali? Më mirë. Po raportin e morë? Shkuar. Faleminderit. Mi raporti po si t'ja bëj. Kemi shumë punë. Sa do derdim të statën e motorit. Ullu. Po pse shqetësohesh? Shko ti Zana, i bërën dhe injeksionin dhe miksohesh më tepër me djalin. Mirë, ashtu po e bëj. Urdhro. Po Bledi ti the për mua? Jo. Të dhembi? Hiç fare. Të lumt. Ato të them një sekret Bledi. Çunat si tim hynë me njerë në zemër. Ata qaramanti kam shumë inat. Është albumi mamit tim kë? Ja, këtu jam unë. Kjo është Kali. Kështu bëja kalat unë kur isha i vogël. Kalat, a? Po këtu kur ke dalë? Më duket se për një maj. Këto fotografi më përpara i mbarëm në kuzhinë. Nuk ka ca kohë që babi i vuri në album. E ndihmova dhe unë. Pas ke kujtime shumë të bukura. Po si je më shpirti gjysh. O të bëf të gjyshja kurban. O të bëf shanti. Po si u bërë ti të shti, ha? Mere këta komposta. Mirë dita. Nuk po ju një. Teta Zana mi bën gjithë për atë mua. Ditën e mirë. Ditën e mirë. Më pasun ta Zana. Është ajo. Nuk e merë me mënë sa ngushtë e kam ndjerë vete kur e pash. E di se më duk sikur më kap në i fajtë të rëndë. Dgjoj Zana. Fillimi gjithnjësht i vështirë. Po edhe ata duhet të kuptojnë se kjo do të ndodhte një ditë. Nuk e di po unë kam ndjerë vete në ngushtë. Po me djalin si shkove? Mirë. E di që ka filluar të myj në zemër. Me gjatë të fillimi akoma. S'ke shpret. Miqsohu dhe pak me djalin dhe mos e zgjasni. Bledi! O Bledi! A si e tani? Më mirë. Bire ta mbaju. Zhelani i vogël. Po ku e gjete? E mora në bibliotek. Për çfarë flet? Ky tregon për ato njerëka të këqija. Ashtu? Që i rajnë fëmijët, i lëm pa bukë, i gënjen, ase dhe babi vetë nuk e beson dhe Zhelanin e vogël. Po ky libër është shkruar shumë kohë më parë. Edhe unë i kam inat njerëka të këqija. Pse ka njerëka të mira? Kujdes e re. Të të shpjenë është pi mos ka ardhur babi? Babi vonohet se po bëjmë motorin shqiptar, që të vlej për traktor, për kamion e për vetura. Ditë ke shumë gjëra ti Bledi. Drek në mirë. Miru pafshim. Librin. Drek në mirë. Drek në mirë. E dinja që do të ndodhte një ditë, por mundosha ta largoj. Tani s'ka që të fshej. Ajo mund të jetë grua e mirë. Po për Bledin, për të ka menduar rreth parën si baba. Ti s'ke pse prekesh. Pastaj, kjo është e vjetër sa bota. Njerka është. Me këto nuk duhet më ushqeni djalin. Jo, kurse si. Po e kam fjallën, ti kot nuk do më rebujar. Pastaj Bledi me ne është mësua. Vëza ime do ta ketë si vlla. Ne biseduam dhe me burrin. Përse të mos e lesh nga ne? Që s'ka nën të mbetet e pa baba, thua ti? Jo. Nuk duhet ta bëjmë këtë bisedë. Zana, pse u vonove? Po. Bledi u knaqe? Po dhe të da Zana, pse ke ardhur këtu? Unë që të bëj plash. Por i lau me. Mirë.
Jo, se na ikën tren. Ama babi ma... S'ka gjë bujar, shkoj me tren e fundit. Hajde Bledi. O babi, pse nga shkojmë, ne do vi dhe kjo? Shpejt Bledi. Babi, vëlla gjysja? Jo. Hajde të vendosim se s'do bëjmë me veten tonë. Ti e di që Zana kam shoqet në kusht. Po gjëse dhe ti e do, po i them të vit jetoj me ne. S'kejmë se të zjasim. E vërteta është se jo na do shumë të dy. Si thu? O që duam të tjetë në shtëpi o ba, mirë jemi ne të dy. Po si kështu vetëm. Po çdo shtëpi ka nevojë për një grua. Se është. Unë të fole si shokët. Po që kuja pas pakohet të më radhë të më përzër? Zana të tra, po pse? Kam në gjoha unë o bab, plët libra me njerë ka. Po ti prallat beson apo babin? Zanën ti e nje? E qëfar njerë kështë ajo? E njo, ba, ajo renja ka të këqia. Ajo ngjan me mua në shumë gjëra. Bile është më e mirë. E mira e botës le të jetu mami nuk i them kur. Mirë, mos i thuaj. Taftojmë për darkë, si thua. Si të duash. Dorën. Mjaft pive. Të t'ja pak turt? Mos ka një të pi dhe pak. Po të si kem bjemrin? Qëfar pyetje? Po mbjemrin ton do të këtë. Pse? Po ajo tani do të jetoj me ne. Dhe kur njerëzit jetojnë bashkë, ka një mbjemër. Gëzuar. Gëzuar Bledi. Gëzuar. Dua të jem pranë teje e dashur, të vrapojmë në fushë e lëndina, le të këndojmë neve bilbili, le të qelin trandafila. Celur, dallën dyshet grejnë polet, pranvera vjen e qeshur. Dallën dyshet grejnë polet, pranvera vjen e qeshur. Dua të jem pranë teje e dashur, të vrapojmë në fushë e lëndina, le të këndojmë neve bilbili, le të qelin E di qo. E bura po qëfari? Bre gabim që i dhe verë. Me ujë e kishtë. Zana. Arri. Jo, bëvon. Nuk të le. Nuk mund. Po s'ka më kuptim. E di bujar.
Mama, po si kur të mos vi sonte. Po si kështu me vajzë? Mos u mërzit. Bledi. Zgjohu gjën. Zgjohu pra. Bledi. Aso po. Dhe sot i shqetësuar mos e zërë gjumi Bledin. E pa forë se zakon. Po. Do me Bledi? Ja. Bledi, po erdhe herë, drekën e ke gati ty. Qa kemi apo ves? Jo, mish me patate. Eja këtu, eja. Qënë kanë martuar? Sa qifti mirë që duken? Vendasën, po si kur në s'mon vesh gjë. E qëtasëm me kalamane për këmbë. Asa i lumt. E pese i kështë veshur djali si për lumbë. E moj se këshu fillojnë këto gjëra, po s'dihet si përfundojnë. Mos i vër bishta muhabetit. Mirë që këtas. Bledi, çfarë notash merr në shkollë ti? Të gjitha vjeta me siguri. E Bledi? Që nga djali mirë, Bledi? Po, Bled, që bëm kështu, ku e ke mëndë? E, të fshi. Fshi, s'ka që. Vërtet e fshive faqen kur të puthi me Maja Zanës? Jo, Gjani Dajs, nuk pas ke bërë mirë. Me ba, nuk e dura dot. Po çdo gjë të keqe nëna, të keqe nëna. E s'nën e kam në atë. Po mirë më thot djali. Të keqe nëna, kur shkon të njerëzit e Zanës, duhet të sillesh mirë. Pas zis ba ti s'kam qef të shkoj. Të gjithë me buzë qeshin, edhe kur s'është për të qeshur, ata qeshin. Po Bledi pa të darkësh edhe do qeshin dhe do këndojnë. Apo jo? Po babi, ç'bën te babi? Babi pinde e kishte se kishe pa mendjen të unë. Po ku e kishte? Tek ajo? Pa ngreu morbire për cive se kush e di e presi. Ja, po dalim. Hajde, Gjani Dajs. Të vinde ne të shikoj mamin? Mirë, ejan. Po sa kohë do të qëndroj shtruar? Dere sa të lind. Po sa me vështirësi e ka. E përshëndetin të këtë. Hajde, Ele. Puth me gjyshen këtu shpeta. O të keqen. Se do shkojmë në shtëpisën e pret babi, o të keqen. Miru parqin. Po dhe? Miru parqin. Miru parqin. Ditën e mirë. Shumë bukur e bërë. Po, jo me jeshile, me të kuqe. Jo, me jeshile. Po s'kam parë qati jeshile. Kam parun. Se dush. O babi. Mulodhe. Se gjiruam diçka me ata televizion. Ka shpejt? Të prisnin njerë të maron të motorit astaj? Ata po gjirojnë gjithë procesin. Ashtu? Babi, do duhet dalë në televizor? Po, si thua ti? Të dalluar.
Bujar të pëlqenjë këta? Shumë. Porosita edhe për dhomë e gjumë. Shumë mirë. Këllë flemë tani, babi. Po mi, këtë pse keni vënë këtu? Po kishte qef Bledi. Po jo se zera këtu. Po ku ta vëmë? Pa ta heqim për këtu. Hajde Bledi. Shikoni sa bukur e ka bërë Sonila? Këtë do ta vendosim në ekspozitën e shkollës. Ç'është kjo çati e gjelbër? Është mbuluar me lule kacavjerëse, mësuse. Mirë. Zana. Urdhra. O Zana. Po ti mi ke hequr librën nga tavolina? Po. Të lutem herë tjetër mos më luaj. Po s'do ta lëm dhomë rëmuj. E, të thashe të të shaj babi. Që begojnë, ik flik. Babi, në televizor! Përfunduan të gjitha vizatimet me cilësi shumë të lartë. Nga projektet në realizim konkret. Në repartin e modeleve, normat e operacioneve të ndryshme u vendosën vetvetiu në vartësi të përfundimit me çdo kusht të krejt modeleve të pjesëve të motorit. Nuk ishte era e parë që punëtorët e këtij reparti punonin me aksionet të tilla. O Bledi! Hajde pra se u pëmbon! Hajde se do të vi babi e do të na shajë! Hajde të t'lajë. Na boja verdhe. Po ti pse le deri tani jashtë? E thira 2 herë, po kësë më t'i Pse zgjon kur thrasit ti? Po mësimet i ke bërë? Të dyra t'i bëra. Po, çfarë ke lënë? Vesh. Po nësit porosita. Ha? Po mirë, mësimet si ke bërë? Pisi e bërë? Kështu që mbrëmi mos të marrë. Babi, falja këtë radhë. Hajde të t'lajë unë që të bëhesh gati shpejtë. Jo. Ç'ki ti do t'i them unë babit? Jo, nuk vjen. Ta marrim Bujar. Ja, nuk bën ta kthej fjalën. Rregulloj shtratën. Bëm gabim që se morëm Bledi. Zana, Bujar, ngrejo një tani? Çam. Më blet, që bën kështu, ku e ke mendin? Jo, s'ma domo si me përpara. Çfarë ke? Ikem po desha. Kako? Punë e madhe që se kisha mësuar vjeshën. Atë e mësuar për 5 minuta. Pa leja jo. Ta marrin Bujar. Më për pëse s'me mori. Natë me mirë. Mos e qorto më përpara meje. Zana kam punë. Edhe sot që do të vinë shoqjet e punës s'ke kohë. Po rini vetë më mirë, çdo bëjnë shoqëri grash. Po mirë, unë kisha dëshirë që t'i prisnim bashkë. Po jemi duke bërë montime përfundimtar. Mos nuk puna. E di unë kur bjem bas punës ti pa.
Miru pafshim. Miru pafshim. E çfat moj, me kalama pas? Nuk e pesa e prej rishte? Pse më i bukuri ishte? Një në shkallën tonë i dha duart fëmijës burrit e shpurit tek gjyshja. Është punë që s'bëhet. E po nga një herë dhe xhelozia e fëmijës të torturon. Më mirë jepi pensione si ëmbëls dhe shpëton nga ëndralla. Ky është egoizëm. Fëmia ka gjithmonë nevojë për ngrohtësi prindërore. Erdhe Bledi. Hajt lash. Pa të shoqet e tua ishin? Po, pse? Ka. Çfarë kemi për larë? Prit të lash një herë pastaj. Jo, se më lambadën më. Hajt të laj. Jo. Po kur të vi babi të gjejtë pastër pra? Me lanë vetë. Si të duash? Tesha ti ke gati. Përkoju mirë, ha? Mirë që erdhe. Që pas ke kështu? Po që të kem, vinë shoqet më urojnë dhe ti si ta kom fare. Po thash pa që kisha punë. Si, ta le punën? Jo, nuk them. Po mos harroj që këtu araj qas më ndodhi diçka. Çfarë? Ku dy unë erdi Bledi të tërhun dhe bus. Po pse? Ku dy unë? Po tani ku është? Po lahet ndush. Do more trim. Mu lave vesat, ë? Ja kështu ka lezet. Prit se po të kulloj një pjatë. Veshët qafën i fërkove mirë. Ita. More ndonjë 10 sot? Jo, nuk më ngritëm. Po mësimet i bëre? Apo prap ke lpojt? Ka mësuar si ja. Si gënjen, mami im nuk gënjente. Bledi, kështu u flitet të mëdhenjve? Madani, ja. Se më sillet Bledi kështu. E po kalem hapa nën. Edhe për ty si për gjithë që në kam nëna. Pse se di unë këtë gjë. Unë së pretendoj të zvënsoj të kaj diçka që nuk zvënsohet kur. Po një njeri i afërt, i dashur nuk mund t'jem për të. Të mbush një bashllëk që nesër të mos e ndjej veten të gjymtuar shpirtërisht. Zana, nuk deshe të të fyej. Po i si fëmi nuk arrin këtë kuptoj. Prandaj ti duhet na ndihmosh më tepër. Edhe kjo të takon ty ta bësh. Çfarë duhet bëjmë shumë? Bësh atë që ta ndjej edhe unë veten të qetë në këtë shtëpi. E jo të kërkosh nga Bledi thjesht një respekt i jashtë. Ti mërzit e shkollë. Ndoshta. Ha pra verën varë sa po duhet të qojmë unë. Ore qas në angë duke u ruajtur nga keq kuptimet. Duke matur çdo fjalë. Mos u kap tek një fjalë vetme. Nga njerë një fjalë rëndon më shumë. Më falë. Edhe unë nuk jam e përsos. Me durim me gjatë. Nuk se vëndsohet kaq kollaj njeriu me i dashur. Nuk po kërkoj më tepër nga çmund. Po do të desha vetëm që ai me mënyrën e tij të më pranoj. Ti shqetëson vetëm më tepër sa duhet. Jo po. Mua më duket sikur Bledi më matë më gjykon në çdo lëvizje. Nga një herë më duket sikur të njëjtën gjë bën edhe vetë bujari. Po mirë.
Ty do të pëlqen një njeri që nuk do t'i kushton dhe vëmendje ndjenjave të fëmisë së vet. Jo, këtë gjë nuk do ta pranoj kurrë. Nuk të duket se vetë ti gati po përgjon çdo lëvizje të tyre. Të them të drejtë, nuk e kisha menduar kaq të vështirë. E ke marrë kanë atyre? Po, në çantë kam. Ma bëj dhe mua si të beni. Tani ide, ha? Mirë. Po tani jam i zënë, hajdeni pak më vonë. Mirë pafshim, dhe. Mirë pafshim. Klasa, në njëri eshtë, mbligu! Pa e një këtu? Pse pa kanë atjere? Kështu nuk kemi që në vi. A e dini që kishim gjimnastik? Harrova, mësuse. Shko në shtëpia mere. Ti bledi ri. Futu në mësim. Po mos e përsërit e është tjetër. Mami me të tazanën. Po i tho që ke qenë pa kanatjere, kush e qisa du të shaj. Nuk shkoj fare në shtëpion. Po ku do shkosh? Te tezja. Erdhë, Gaja! Erdhët, gati kim. Bujar, kun ato me djallë. Ta solla djali. Por rrugëve nuk mund dalem, se ky është i vogël. Mirë, po ule zë. Ti nuk doje që djalin ta marrë. Në shtëpi nuk të vete, se ka fri nga zanë. Po pse si është puna? Ta thot Bledi. I ka unë, se kam lënë magazinën vet. Jo, prit. Bledi, shkom prit pakat. Dëgjoj, Didi. Respektin si tezën e djalit duhet ta ruaj deri në fund. Po që të ndrysh në familjen tonë këtë sa lejon asim në. Dëgjoj. Po pse? Po çfarë bëra unë shkreta? Po pse çfarë do të bësh ti? I pakët të duke si veprim. Pse se bindoj që të shkoj në shtëpi pa ma sjell mua këtu? Po unë me zonë në shtëpi s'mund ta çoj. Didi, kuptoj që ke bërë gabim. Nëse ke ndonjë gjë kundër zanës, do të më thuash mua. Hajde këtu. Ka mërë trim, që mi ke varu vershë si lepur. Më thuaj qëfar ke bërë? Asgjë, ba. Qëfar ke me zonë? Ne jemi dy kurse është vetëm. Nuk në ka i e si le më keqë. Nuk e s'le më keqë, ba. Bujar, djalin e qoj unë në shtëpi. Më bitë, shke me makinë se kam qep. Ne shko. Si e gëllove ditë nëse? Se si që shef. As Bledi s'ka ardhur akoma. Tani do të vise, kishte marrë Didi me makinë. Të shke kështu? Asë. Leve një njërë, se nëse do nisim më shërbim. Përse? Do provoj motorin makinë. Po për ditë lidhjen e djalit nuk do të kthesh? Pa tjetër. Po ti pse pyet? Zonë më duke se ti trëmbesh të qëndrosh vetë me Bledi. Përse nuk pyet njerë përse tremben. E diti se sot më ka turpëruar, ka shkuar pa kanatjere në fiskultur. Pa kanatjere? Po. Edhe me siguri mësuese ka menduar keq për mua. Jo, më si dramatizoj gjërat. E ditë se më duket vetja nga i herë. Se ku në këtë shtëpi kam ardhur vetëm për të vënë rregull dhe për të shërbyer. Të që kemi rënduar kështu? Ja. Po ti nuk vere asgjë, nuk do të shosh se që mund të bëj Bledi me mua. Beso bujar u lodh. Ka shpezën? Pse çfarë mos duhet më hoj veten ti me fare? Po për çfarë veturimi më flet? Kur sa kthe krahët unë plas sherin këtu. Dhe çdo gabim fëmijë ma tun përpara si një rrezik për prishjen e familjes. Jo. Po ti kishe menduar përpara. E ti të mendosh më shumë dhe jo të më lësh gjithë barën mua. E po s'mund ta varr për një kanatjere tash. Po këto vogëlsira krijojnë opinionin e keq për mua.
Dhe një opinioni kundër të shtyp nuk të le të lire të që të bësh jetën tënde. Bujar, ti do të më kuptosh mirë. Unë nuk e kam fjallën vetëm për sot. Bujar. Erdhe, ha? Po kanë atërën ku e ke? Sot do të merrni mobilet e reja. Ashtu? Po. Mora këta punëtorët e grumbullimit marrin ato të vjetra. Hajde, urdhroni. Mirë dita. Ke qenë motra sa i mirë që e ti. Ai bujari yt është me fat, të gjitha punët i gjen gati. E, fat. Ti kore çon se na doli shpirti. Ç'është aty më? Ta shikoni te babi ju, ktheheni Bledi, po mos ju bëj them. kështu. Aja rrugëllon që e juve. Ta ikën babi ti me vrap që të duhet që të më prishë shtëpi. Bledi, mos bëj kështu Morxhan, më dëgjo. Ik nuk do atë të gjoj, jam shurduar. Villa e tut. More, po kujt i flet çfarë? Olere koka, olere. Ardi, ç'më bëre kështu? O Bledi! O Bledi! Bledi, hajde në shtëpi. Hajde po them se nuk e shesim. O Bledi! Bledi, ku të më dëgjo? Gjeni, o shpirti tezes. Po që ke bërë djalit këshumaj? Nuk ka ndodhur asgjë. Kështu thoni ju se fëmijët e botës i keni. Fëmia është fëmijë. Duan të marrin burr, ose kanë fëmijë pasas që pyesin fare. Didi, ç'bën kështu më motër, asgjë nuk i bëri. Shoqë, po ne e pam, nuk i bëri gjë. Kolli binin qaf. Zana, mos u mërzit. Mjaftë të shkretën se unë gjire fare, tu poftë nana unë gjire fare. O, so herë shajun mirën. Ma i këtu nëna, nuk dua të ikim atje. Jo kështu çuni dajs. Jo kështu. Babi do t'i ke thënë për t'i shitur. Nuk e ka bërë nga koka jo. Hm? Po ti bërë në i budallë? Unë? Jo, asgjë s'bër. Ç'është? Dhe pas ka fotur zanë. Bujar, ty dhe shokëve, ju uroj sukses. Ti pas ke gruaja, shaka. Atyre tonave sura ndërmend fare. Më mbyti me një listë. Nailon për çupën, akrelik roz, dok marin ose blu kobalt. Ky se ka mbaruar akoma mjaltin. Zana me gjithmend është grua për t'u admiruar. Ai gëzuar. Bujar, tani nuk do ngelet gazet pa shkruar për motorin tonë. E mos a shumë i zmadhon gjëra dhe ti. Prap me orën ti? Lere se e ka me Rakzana djalin tënë. Jo më për djalin jam i qetë. Po forse zakonit. Ta kisha marrë me vete të shikonte Vlorën ku fillova punë për herë të parë. Ko se marrë. Se ke sjellë ndonjë këtej? Jo, asnjë. Ç'ke orti? Rrugës tjetër e marr unë. Ai gëzuar. 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 Kur të tham nes na dëgjove. Tani mos u mërzit. Gjithçka do të kaloj. Po bëj me bi, një vlla, një motër, të shpëtosh nga tekat e ti. I vogli e do të voglin. Mos u mërzit. O Bledi! Bledi! Po të prisi. Hajde të shkojmë në shtëpi.
Jo, do shkoj nga gjysja. Bledi, po ti nesër ke ditëlindje dhe do ta festojmë bashkë. Jo, më merr babi mua. Mirë, hajde se po të përcjell. Hajde. Ti kur s'm ke folur për kujtimet e tua. Edhe ndodhen ato që ndodhen. Unë të lëndova pa dashje. Ti duhet më falesh për këtë gjë, po ta kërkoj si shok. Mirë? Miru pafshim, Bledi. Si janë? Të mira. Base sjellin vetë Bledin se atyre u takon që të vinë të urojnë. Nuk e di, se di. Bledi! O, Bledi! Zana! Ha, bujar, erdhe? Po, dëgjoj, thuaj Bledi ti bëjnë gjiro me makinë se ka qef të provoj motorin e riej. Po, ka shkuar andej? Mirë, po shkoj ta marrë atë. Jo, prit, ose më mirë kur të kthehesh. Mos së mërzit. Burrat i rregullojnë më mirë këto punë. Edhe këto shërbime ku të gjendën. Këto që ndodhen nuk janë mirë, as për ty, as për ne, se që roditet edhe djali. Po ne të gjithë duhet të ndihmojmë, se është si vogël. Po ne për mirë po i flasim. Urdhra. Jo, nuk do. Mere, na uro për lindjen e djali. Me jetë gjatë. Faleminderit. Urdhra. Bie të tërë. Kurse ti s'është gëzuar Petriti. O, lere. Ja, shiko se çka bësh. Po kanë shumë që kanë ikur? Jo, tani duhet të kthehen se me taksi shkuan ta marrin. E po gëzuar. Po si e bëre kështu më Bledi? Se përsërit me ky, jo. Çka çuni? Pse gjesh? Qesh me darën që bërë si kalama. Hadi ikim dhe nesër dhe dhonë. Ne erdhëm për ditëlindjen e Bledit. Hajde, vërtron. Ulluni, zini vend. Bledi është nga gjyqe, po ka shkuar Xhaxhi Bujari ta marr, tani me siguri do të vijë. Ku vete ti? Pa mjaft me një. Po ne s'kemi filluar. Hajde, Didi luani duart shpejt. Hajde. Futu. Hajde pra tani. Hajde. Tu ishe dito che tu le pusit Këputani trona file so ci vienera Lule bukra na sjellë pran vera O va mana ma Hajde! E po tani do t'na falni, e? Ku do veshër? Nuk të le pa e mbaruar këtë. E po lere ti se e presin Jo, nuk e le. Këtë e kam dhëndin e madhë. Dhe po t'ishe gjalli me motor, ky do ta gdhinte tërë natën me mua. Am ke thënë ti më ke vlla? Po. Atëre ul. Pije. Gëzuar. Përroj djali dhe gruaja. Faleminderit. Gëzuar daj. Me një vlla motor shtihet, hm? Gëzuar.
Gëzuar, bujar. Gëzuar edhe ti bledi që s'më deshe kur. Më mundova të hyja në jetën tuaj, po me sa duket s'tjeshe Sonja. As për ty bujar, as për ty bledi. Dajës me tha asë njerë që një dajës. Qarë? Ka qune në vetane? Ka babi që? As ditlinës ma festuan. E për kë? Për në të lasë pa dhëm në goj. Ditlinën e feston në shpinë. Ama kryenes që edhe ti. Si the një fjallë të mirëzanës. Kurse e bëhet sa për ty. Dëgjo, mos bëj sikur dëgjo. U bërë e borë tani. S'bën si dhe shkeq. Nxitojmë tani se mërzitëm dhe ato duke pritur. Bujar, si e kalove? Mirë. Iko mërzitja saj si me bie? Po, iko. Miru pafshim. Miru pafshim. Ju lutem klinikën desha. Klinika jemi. Zonën desha. Në shtëpi duhet jetë, se kishte ditëlindjen e djalit. Kush jeni ju? Edhe ti për një dollap Barenamin. Të pëlqen? Ullë këto gjenë në vitë. Gëzuar ditëlindjen.
Pse sa? Nuk marr. Shko të flesh në shtratin tonë. Po ti? Po ndo presë dhe pak zanë. Bledi, po pse s'fle andej? Ja, do flej në vendin tim. Mirë mbrëma. Ua, po ti Zana, pse ke ardhur? Moza, të lutem të rriun sonte se kam punë nesër. Po mirë. Faleminderit. Ti kurrë m'ke folur për kujtimet e tua. Dhe ndodhen ato që ndodhen. Unë të lëndova. Për këtë ti duhet më falësh. Këtë ta kërkoj si shok. Gëzor. Natë e mirë. Natë e mirë. Alo? Bujar. Ti e? Po nga po flet? Nga puna. E çfarë bën atje? Ja ju lash të qetë. Si të qetë? Durimin tim kërkon të provosh. Po ti me jetën time kërkon të luash. Dëgjoj Zana. Ndodhi vetëm një keq kuptim. Po ne u vonuam për shkak se ati kishin darkën e lindjes së djalit. Mund të ketë shumë arsye. Pas njëra prej tyre s'duhet të prishte festën tonë familjare. Se Zana, këtë nuk do ta kishe bërë. Ktheu. është e kot bujar. Ndoshta kam bërë një hap të pastudiuar. Po që të kthej përsëri, duhet mendoj mirë. Të lutem ktheu. Zana. E dëgjove sa ke i shkoj. 2 bora nuk ditën të mbajnë në shtëpi një grua. Babi mua më njës nesër të gjyshin në fshat. Që na the? Po pse ti mendon se më të rip aty në këtë shtëpi? Bledi? Se ke kuptuar që ajo të do me të vërtet? Po iku, ba. Iku dhe ka drejt. Se ne që të dy o solëm keq me të. E mërzitëm shumë. Atë fleshtë. Mos e shoh e dritën. Flet dritën. Bledi! Bledi! Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Ha Zana, si e kalove? Shka? Ishte një natë tepër e lodhshme për mua. Qo? E çfarë po më nxiton? Ja po rri pak me ty. Dil për jashtë se po të kërkojnë.
saj, kur i djellon në buz, kur i beson në fjallë. Këtë fmi që rem në ullë të jetës në supë si zot, e dua unë, e dua. Babin kërkon. Ja. Erdha për ty. Syrin e bukur më njëm se puth një qelë në maj, një qelë Babi unë mëzit shumë. Po ti? Edhe unë. Mu në kërkoj në përrim, ti thua shtjelit mirë më gjes, dalë kësë lumit po të pres, ti thua shtit veç që do ti, zëmën e